Tërmeti në Myanmar luftë me kohën për të shpëtuar të mbijetuarit mbi 1644 të vdekur dhe 3408 të plagosur. I dërmuar nga lufta civile dhe tani nga tërmeti shkatërimtar i magnitudës 7.7, Myanmar numëron të vdekurit mbi 1644 është deri tani. Bilanci paraprak i jetëve të humbura nga lëkundjet e fuqishme të tokës, por frika është se shifra reale mund të mbërrijë në mijëra. Deri më tani raportohet për 3408 të plagosur dhe 139 persona të humbur. Myanmar, i njohur më parë si Burma, ishte i përfshirë tashmë nga trazirat cilat nuk kanë rreshtur që kur ushtria mori pushtetin nga qeveria e zgjedhur e Aung San Suu Kyi në 1 shkurt 2021, duke ngjallur një indinjat opozit të gjerë popullore. Pasi demonstratat paqësore u shtypën me dhunë, shumë kundërshtar të juntës ushtarake rrëmbyen armët dhe pjesë të mëdha të vendit tani të përfshira në konflikt. Para se të godiste tërmeti, Kombet e Bashkuara vlerësoni se qindra mijëra civil ishin zhvendosur nga luftimet e brendshme dhe rreth 18.6 milion kishin nevojë për ndihmë humanitare. Liderët ushtarak lëshuan tani një thirrje të rrallë për ndihmë ndërkombëtare, së cilës ju përgjigjen të parat Kina dhe India. Në qytetin e dytë më të madh, Mandalay, ku ndodhej edhe epiqendra e tërmetit, punojësit të shpëtimit po përpiqen me çdo mënyrë të shpëtojnë njerëzit e mbetur në ngërmadha, por nuk e kanë të lehtë. Këtu janë 7 njerëz në rënoja të cilët kanë tentuar gjatë gjithë natës që t'i nxjerrim, por kemi nevoja për makineri të mëdha. Ato thrasin, u dëgjojmë zërat, por nuk e dim se ku janë. Vetëm fal makinerive të mëdha mund të lëvizen grumbujt e inerteve në mënyrë që të nxjerrim gjallë njerëzit prej andej, shprehet një punonjës shpëtimi. Ekipet e ndërhyrjes së shpejtë i kanë thënë BBC-s se janë duke gërmuar me duar për të shpëtuar të mbijetuarit. Pajisjet e posaçme zanore kanë ndihmuar në mjaft raste për lokalizimin e tyre, por nxjerrja nga gërmadhat nuk është një detyrë e lehtë. Pavarësisht përpjekjeve të vazhdueshme, strukturat e paqëndrueshme dhe grumbujt e mëdhenj të inerteve i kanë ngadalësuar ndjeshëm operacionet. Pasojat e katastrofës po i përjeton edhe Tajlanda fqinje. Në vendin e shembjes së qellgërvishëses në ndërtim, pamjet e rrëzimit të së cilës bën xhiron e botës, janë pikasur të paktën 15 persona ende të gjallë në një shtresë rënojash prej 5 deri 10 metra. 6 janë të vdekurit e konfirmuar atje, ndërsa 10 punonjës ndërtimi rezultojnë të zhdukur. Sipas qendrës gjeokërkimore gjermane Helmholtz dhe observatorit amerikan të tërmeteve, tërmeti të premten ka qenë me një magnitudë 7.7 ball. Një tërmet i dytë 12 minuta më vonë u tha se kishte një magnitudë 6.4. Burimi i tërmetit ishte rreth 10 kilometra në thellësi. Lëkundjet janë ndjerë në pjesë të Kinës, Indisë dhe Bangladeshit. Në Kim, provinca Huan, e cila kufizohet me Myanmarin, u prek veçanërisht, siç raportoi televizioni shtetëror kinez.